Allahun azza wa jalla falenderojmë, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun azza wa jalla për mirësitë dhe begatitë e mëdha. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që është duke na mundsuar që të kënaqemi gjatë këtij muaji të bekum, sepse me të vërtetë meritat dhe lavdatat për këto mirësi që jemi duke i përjetuar, që jemi duke i shiju, i takojnë vetëm e vetëm Allahut subhanahu wa taala. Po e shifni sa xhamatli e fillun me neve agjerimin, disa vetëm se mo janë nda nga mesi jon. Disa vetëm se mo janë nda. Dje varosëm kujshin ton këtu të fura, Allahu e mëshiroft, i dhasht mira në dunjë e në ahiret. Dhe kjo është nga çështjet që besimtari duhet ta përkujton vetveten që ta dinë mirësinë e jetës gjatë muajit të bekum të Ramazanit, sepse ka shumë të cilët e filluan Ramazanin me na dhe kadal do të thotë jemi duke i përcjell nga kjo dunjë, ku na lutim Allahun azza wa jall që ata t'i bën rahmetet të mëshiron e neve na jep ymër e shëndet që ta përfundojmë këtë muaj të bekum me gjitha begatitë e mëdha që i ka. Sot përmendëm meselen që është në vijim se besimtari e ka obligim prishjen e agjerimit në rast se është në pyetje me a shpëtu jetën dikujt tjetër. Në rast se është në pyetje me a shpëtu jetën dikujt tjetër. Por kjo obligim është i përkufizuar vetëm me nevoje dhe vetëm me individa dhe persona të caktuar. Sikurse për shembull ka mundësi mu djek ndonjë shtëpi e dikush i cili ka prirje në këtë çështje, sikurse me qenë ai zjarr fiks dhe është agjerueshëm, e ka për detyrë dhe obligim fetar që ta prish agjerimin e tij dhe të hinë dhe të shpëton njerëzit në brenda shtëpisë që gjenden. Për shkaku se besimtari e ka obligim me qenë në ndihmën e besimtarit. Dhe përmendëm në rregullin dhe parimin fetar se kur vjen në pyetje dhe vin ndesh e drejta e robit me drejtën e Allahut, Allahu azza wa jall lëshon penga e drejta e vet. Nga mëshira e madhe që e ka, hatri i robit, Allahu lëshon penga haki i vet. Dhe ky person i cili e prish agjerimin e vet me këtë arsye, ky person do të duhet që këtë ditë të agjerimit ta kompenzon me një ditë masi që të mbaron muaji i bekum i Ramazanit. E kompenzon një ditë me një ditë. Argument për këtë është rregulli fetar, i cili është i nxjerrur dhe i përfituar nga shumë argumente fetare, ku thuhet në rregullin e usulit, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Nëse është një obligim dhe tek ai obligim nuk ki mundësi me arrit pa ndonjë ndërmjetësim të caktuar, po pa ndonjë hap të caktuar, marrjen e atij hapit e kjo obligim për ta realizuar. Kam përmendur lemaja shumë rregulla, nga ato rregulla kam përmend sikurse e ki obligim me ndihmu një musliman dhe ja agjerueshëm dhe vjen në pyetje, agjerimi jot apo mi ndihmu këtij muslimani për t'ia shpëtuar jetën. Në këtë rast i jepet përparësi jetës së personit para agjerimit ton, nga se e ki obligim mi ndihmu dhe të ati personit në fjalë për t'ja shpëtu jetën e tij. Dhe këtu përmendëm edhe meselet që ka të boje me kompenzimin e agjerimit të personave të cilët kanë vdek me borxh të agjerimit. Dhe këtë e përforcojmë me shumë argumente fetare. Dhe larja e këtij borxhit është në disa forma, sikurse një person hin në muajin e bekum të Ramazanit dhe sa hin në fillim, në ditën e parë smuhet dhe në ditën e 15 vdes. Dhe i mbesin 15 ditë pa i agjeru. Në këtë rast e kam për detyrë dhe obligim fetar familjarët e tij, nëse ka ndru jetë shembull baba, obligimi bjen mbi evlat të vet,
që ditë të agjerimit që si ka agjeru aj, kanë të drejt mi realizu në dy forma, me la borgjin e babës në dy forma. E para, është që babës me apagujt agjerimin, që për çdo ditë që se ka agjeru me pagujt me një fukara ushqim. Forma e dytë është që borgjin e babës ta merë përsi për evlade. Ta merë përsi për evlade. Dhe ka mundësi që ai nëse i ka trashëguar mas vetës 5 djem, që të 5 djem mi nda mes vete ka 3 dit, dhe 5 herë 3 dalin 15 dit. Që barën e larjes së borgjit të babës, me nda së bashku e vlat të vetë. Ngojni këto mesele dhe mësova një fëmijëve t'juve, sepse nesër na kina me kon ata që kanë me na e falë dikush gjenazën. Kina me shku të Allahu me borç, tu bo me një vesh tu mos mingu meselet si duhet. Ngojni meselet, mësojni si duhet. Për të mirën e juve, unë i di si mesele këta. Edhe me lejnë Allahut edhe vladit tem, ja ku mësu, disa do t'ja mësoj. Këta i mësojmë për njëri tjetrin në këto. Po bëjmë mësim hajrat për njëri tjetrin, për vetën si cële. Që mos me shku të Allahu me borç. Për këtë shak, erdhën tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa njerëz dhe e pyetën: "Ja Rasulullah, vdiq baba jon me borç, me Ramazan borç. A duhet thanë me lana atë borxhin e babës apo jo?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha: "Çka mendoni, si e shifni, të kishte vdek baba juv me pare borç, që ja ka dikujt disa pare borç, a du të këshilla atë borxhin?" Thanë: "Bela ja Rasulullah, gjithsesi." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa haqqullahi ahaqqu an yuqda." Tha haki Allahut, borxhi Allahut ka përparësi që me la. Pse tha më njëherë thëni ja lajmë borxhin e njerëzve, e mendonja me ala borxhin Allahut apo jo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto njerëz i uzojnë dy kaje. E para, që ditët që i ka borxh baba në këtë rast apo vllavi apo e vladi, që do të thotë atë borxh me la familjarët më të afër. Nëse s'ka djem ja lan borxhin vllavi, nëse s'ka vlla, atër ja lan borxhin migja, djali vllavit dhe kështu me radhë. Me rëndësi është që familjarët e vetë të ndinë këtë përgjithësinë ndaj vdekmit të vetë. Dhe kjo është nga urtësia e Islamit, se obligimet e tona ndaj vdekmive tonë nuk mbarojnë më momentin që i vorosim. Nuk mbarojnë më atë moment. Por se obligimet ndaj tyre njerëzve vazhdojnë edhe pas vdekjes së tyre, edhe kjo është njëna nga format që e përmendin ulemajat, që në rast se besimtari vdes me borxh agjerim, atër do të thotë familjarët e vetë duhet që ta lajnë këtë borxh. Duke agjeru atë ditë, nëse ata nuk kanë mundësi me agjeru, apo e shohin më të udhës që atë agjerim me kompenzu me të holla dhe me pare, me ushqim duke shpërnda tek fukarat, atër themi që për çdo ditë me ushqim nga një fukara, apo me dhonë 2010 gram, 2 kg e 10 gram, parafërsisht një sa, që i bje do të thotë një sahan në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që në peshin e ditës së sodit i ka 2010 gram, pak a shumë do të thotë dikush ka thonë 2100, 2020 apo 2000 gram, 2 kg, dhe kështu me radhë, me rëndësi është që 2010 gram merr, shkon blen në pazar pasol, shkon blen në pazar do të thotë orez, apo ndonjë ushqim elb, që sot elbi nuk përdoret më, po në atë vakt ulema shpesh e përdorin elbin, me rëndësi që me blen ndonjë ushqim i cili përdoret në kohën e sodit, i cili ushqim është afagjat, i cili ushqim është nga ushqimet që përdoren në mënyrë të përditshme në vendin ku jetojnë ata. A është qartë deri këto? Nëse ka dikush me parashtu ndonjë pyetje, ndoshta më ka hik ndonjë detaj në të ndërhin, të mos i lejo meselet zgjeromi e pastaj të na hikin dhe çështjet e cilat ndoshta janë të paqarta. Ushqimin apo agjerimin, ashtu si e thash se ka mundësi që disa njerëz me la borxhin e njëjtit, e njëjta vlen edhe për ushqimin. Ka mundësi që për ditë me dhon kapak, e ka mundësi për një ditë me dhonën për gjitha ditët që i ka borxh. Shembull, dikush 30 ditë s'ka agjëru, ka drejt që për çdo ditë ka një fukarës t'ja jep një ushqim. E merr e çon me një restorant të mirë, atë fukaraj dhe i thotë ti për ditë ki me unë qëtu ka një iftar. Ka mundësi që për një ditë
ti merë 30 fukarat, ti qënë me një restoran edhe borgjën e vetë elan me një dit, i pagun 30 iftare për një moment, edhe qka mbaron obligimin e vetë me atë person. A lejot që ushqimin e kefaretit, apo fidjes me adhon jetimit, lejot që me adhon edhe jetimit, që pyjtjet që si parashtrejnë jo. Dhe të lejot me adhon edhe jetimit edhe fukaras. Dhe jetimi është fukara i vogël, kurse fukara në përgjithësi, kur themi ati përfshin dhe të të shumë kategoritë të njerëzve. A lejot që këto me adhon një jo muslimonit, nuk lejot. Edhe nëso është taj fukara nevojtar, nuk lejot që me adhon dhe të sadakan ton dhe të agjerimit një jo muslimonit. A lejot me ndimu jo muslimonit? Kjo është bashka mesele, lejot. Do të ka në rastet caktume që lejot me ndimu edhe jo muslimonit. Sikur se ti e musliman, ke hin mujnë e bekum të Ramazanit, edhe e ki një shok, apo e ki një kushi i cili është jo musliman, edhe të shka, a lejot që këti personit me ndimu, natyresht që lejot në shenjë solidarizimi me atë person, sikur se pejgamberi s.a.s. shpesher dhe tot ju ka dërgu edhe kushive të vetë jahudi, ju ka dërgu dhe tot pjesë të mishit që i ka ardhë si hedije, ju ka dërgu her paseri edhe ndihmat caktume, dhe kjo ka qenë dhe tot si shkak që një pjesë e madhe atyve që dhe tot të bohon më vonë edhe musliman. Kalojmë në disa meselet të tjera që janë disa harame që besimtari nuk guxon dhe e ka dy fish dhe shumë fish haram që ato harame mi praktiku gjatë muajit të bekum të Ramazanit. Na përmendëm se është me rëndësi që besimtari të agjëroj me gjuhën e tij, të agjëroj me gjymtyrët e tij dhe të largohet thot me mish e me shpirt nga ndalesat dhe nga haramat. Dhe për këtë çak pejgamberi s.a.s. ka thonë hadithin e tij me lem yada qawl az-zuri wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Thot kush nuk i lën thashet themet dhe gjunat e haramet, Allahu azza wa jalla nuk është në zor për atë person që ta lën ushqimin dhe pijen e vet. Na kemi qef që të kemi besimtar dhe musliman të cilët janë agjërueshëm në formën, në kuptimin e plot të fjalës. Që besimtarët të agjërojnë me gjuhën e tij, që të mos flet thashet theme. Që besimtarët të agjërojnë me dorën e tij, që të mos prek mall të huaj dhe të mos prek në nderin e huaj. Dhe të kujdeset që këto haramet gjatë muajit të bekum të Ramazanit në veçanti që shmangët me të madhe, që të mos ja lejoj vetvetes me asnjë kush dhe me asnjë gjendje dhe me asnjë rast që ai të afrohet harameve dhe vendalesave, sidomos gjatë muajit të bekum të Ramazanit, sepse besimtari i cili hin në këtë muaj dhe ja bën kush vetvetes që të largohet harameve dhe vendalesave, ka mundësi që kjo cilësi e mirë të bëhet pjesë përbërëse e tij dhe ai kështu të vazhdon edhe mas Ramazanit. Para mendoni që dikush i cili e ka një vest të keq, një gjunah të keq, dhe ja bën kush vetes që gjatë muajit të bekum të Ramazanit të mos e praktikon atë gjunah. Edhe Allahu azza wa jalla e bën rahmet atë person që edhe mas Ramazanit ai më të largohet përgjithmonë nga ai gjunah dhe nga ai haram. Kjo është mirësi dhe begati e madhe, që Allahu të shpërblen shumë fish, shkaku se shkaku dhe në shenjë respektit të këtij muaji të bekum, je mundu që mu largu nga ky haram. Ashtu që në Ramazan, ashtu si në Ramazan shtohen dhe shumë fishon sevapet e të mirat në të njëjtën formë, shtohen dhe shumë fishon edhe gjunat edhe haramet. Të kemi kujdes nga këto harame që i përmendimi në formë të përgjithshme. Besimtari gjatë muajit të bekum të Ramazanit i largohet gibetit, i largohet përgojimit, që njerëzit t'i merr në përgoj, të flet për njerëzit, të flet për njerëzit keq, dhe që i kanë njerëzit gabimet dhe gjunat, pa marrë parasysh se ato gabime, ato gjunahe, ato persona i kanë apo nuk i kanë. Besimtari e ka haram që me ja përmend ato gabime. Shqoni përmendi këto nga se haramet e gibetin veçanti, çka besimtarit ja djegin shpërblimet e agjerimit. Na s'kemi qef që ti të bëjsh punë të mira në Ramazan, e nga ana tjetër të mirësh me njerëzit, e të djegën dhe të të shkojnë huq gjitha këto sevape. Na e përmendëm sevapet e Ramazanit,
Se Ramazani është shkak për hyrjen tonë në xhenet, Ramazani t'i fal gjunat, Ramazani t'i shton të mirat, të afron me Allahun Azza wa Jall, Allah kënaqet me aromën tënde. E kështu, gjitha përmendëm në derset e kalume. Sa të mira që i përmendëm. Para mendoj besimtari, gjitha këto i djeg dhe thot, për shembull, për përmendje rast shumë më thjesht, erdh ki trashja. Erdh ki trashja. Erdh ki kështu, erdh ki ashtu. Këshire çfarë frizure ka bo. Na pali dhe muhabete kina qef me bo. Fatkeqësisht, pjesë e nacionalitetit tonë është bo që më marrë me punë pali. Për pali dhe me hip gjuna. Kështu çfarë siza ka, sa pali dhe ka. Çka ti null sizat e njerit? Çka ti null ti pse është i trash? A xheruaj shëmije. Pse i djeg se vapët e tuja? Pse i djeg se vapët e tuja? Pse të gjithë mundimin tënë që jep gjatë ditës, mi djeg shkaku se ja përmend një njerit, një gjë të cilën ai s'ka merak me ja përmend. Kur e pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tha ja Rasulullah, me lghibe, tha çka është gibeti? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhikruke akhake bima yakrahuhu. Tha ja Rasulullah, tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, tha gibet është njeriu me ja përmend një gjë që ai e ka inat me ja përmend. Cëllë njeri trash ka qef dhe gëzot mi thonë o trashki. S'ka qef, i vjen keq. Apo me ja përmend një cisit keqe që aje ka. Me ja përmend për shembull dikuj që Allah i ka sprovu me sytë e shtremt, mi thonë o sy shtremt. Apo me ja përmend dikan që është shumë i holl, mi thonë o i holl. Apo me ja përmend ndonjë llaf që ai do të thotë e ka si problem, ndonjë thth që e ka, apo ndonjë s, ndonjë kujt diçka une, që i kemi na do të thotë fjalorin ton që i përmend me sikur asgjë, gjitha këto janë vepra që ti gjegin se vapët. Na i asgjësojmë këto, i zomë në asgjë. Hajtë se kur gjo kjo, hajtë se kur gjo ajo, e kur ta shohish në fund, nga agjerimi jot nuk ka mbet asnjë se vapë. I ki djeg shpërblimet e tuja për kur gjo. Për ke shak Allahu subhanu wa ta'ala e ka përmend përgojimin dhe ka krahasu sikur se me hong mishin e njeriut për zgjallë. Sikur se me hong mishin e njeriut, ti dhe thot mishin e gjallë, ai duke qenë i vdekur. Kështu e ka përmend Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall, wala yaghtab ba'dukum ba'dha e yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumu. Thot Allahu azza wa jall, dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Thot, a don dikush, a pranon dikush prej juve që me hong mishin e vllaut të vet, ai duke qenë i vdekur? Kush prej neve pranon që me hong mish xhenaze? Kështu i bie kësaj. Kush prej jush pranon me hong mish xhenaze? Ka vdek, i kam pru xhenazën, e ti çka me nis me hong mishin atij? I vdekt. A pranon dikush pi juve? Asu se pranoj. A ma bëjmë givet. A i përgojem njerëzit. A i përgojem njerëzit. Fatkeqësisht po, Allahu na i fal gjunat. Për këtë shak Allahu azza wa jall përgojimin gibetin e krahason me mishin e xhenazës, me mishin e njeriu të vdek, që njeriu mu ngërdit nga ky gjuna. A gërditet kur ju thash mish xhenazë me hongër, gjithsesi se po. Ama edhe prej këtij gjunaj dush mu gërdit. Edhe prej këtij gjunaj dush mu largu. Ashtu si largohesh nga mishi i xhenazës. Kjo është pojinta, kjo është qëllimi sepse na e përmendim këtë ajet kuranor. A fatkeqësisht është një realitet që shpesh herë na xhamin e Allahut, shtëpinë e Zotit e përdormi për givet. E përdormi për gibet, me sa me përdor për dhikr, për ibadet, e bëjmë gibet njëri tjetrin. Flasim kundra njëri tjetrit. Njëni flet se imami kënon gat, a tjetri flet se imami kënon shkurt, a tjetri flet se filan xhamati kështu ka bon, a tjetri flet se filani kështu hec, a tjetri flet filon se muezini kështu e ezanin. Kur ta shohësh hallakamati, salam adipta. Në bord xhamisë. O vëllezër, nëse gibeti është haram një herë jashtë xhamisë,
është 2 herë brenda xhamis haram. Nëse gibeti është 2 herë brenda xhamis, dijeni se gjatë muajit të bekuar të Ramazanit është pa numër haram. Të kemi kujdes që na gjatë këtij muaji të bekuar të largohemi nga ky ves i keq. Një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi rreth 2 voreve. Dhe tha, këto njerëz nuk janë të bo azab, pse kanë bon dhe një gjuna të madh, pse kanë bon dhe një gjuna shumë të shëmtum. Rreth voreve, ata ishin varë, njerëzit varost. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha njoni prej këtimve ishte nga personat që kur e kryke nevojën e vogël, nuk u rujke që mos tërpiket. Nuk umbrojke që mos mu stërpik. U bëjke azab në varë, Allah së ka bo kiameti. Ata kanë fillu me ndi azabin në kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas 1400 vjetëve Allah bon azab. Sot e sot ato njerëz. A i dini pse? Njoni shkaku si kur e kryke nevojën e vogël, nuk u rujke, nuk umbrojke, që mos tërpiket. Shkaku se ka kry nevojën e vogël në kam. Na kur themi xhamatit se është tërbije islame, që me kry nevojën e vogël ult, mendojnë se na o gjallartë i na gjek me ju unë juve në WC. I na kallë me ju pa unë në WC. Ja, për të mirën e juve, për të mirën e muslimanëve të nasihat e themi. Pse na vjen ketë që dikush në varë të bëhet azab për këtë gjëna që e ki shumë e letë, vetëm gjysmetre ma poshtë dushmull. Kur gjoma te për skërkot prej teje. Edhe të mbrosh nga papastërtia e jote, që të mos t'i stërpikish me flisin robat e tua, teshat e tua. E të mos flasim se kjo ka edhe dame të mdhaja dhe shëndetësore. 90% të rasteve që njerëzive ju bëhet kancer në prostat, burave, është shkaku se nuk e kryjnë nevojën e vogël ult. Shkojnë vetë një edhe mjek të urologt, ju të regojnë ma mirë se unë. Po neve ajo s'na intereson shumë, neve na intereson fetarisht çka kërkohet prej nesh, që të mbrojmë nga kjo. Tha pejgamberi sa kurse i dyti ishte nga njerëzit i cili hecke me nemime. Nemime, çka është? Kur e pyetëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe në fillim i tha ja Rasulullah, çka është gibeti? Ai tregoi se gibet është me a përmend vllaut ton një cilësi që ai se ka merak. Nuk i bëhet qefi kur ta përmendesh. Tha ja Rasulullah, po ai nëse e ka atë, po tha mirë nëse a përmendin diçka që se ka. Tha atëherë e ke bo nemime. Nemime është do të thotë që njeriu me hec dhe mi bëjt lafet e njerëzve. Nemime i thënë me kon poshtari i shejtanit. Janë disa njerëz janë poshtar të shejtanit, po stjertë ati pa vetdinë e vet. I bëjnë lafet pi këtu, atje, pi atje këtu. I bëjnë lafet e njerëzve për me bo fitnë në mesin e njerëzve. I vjen me një xhami, e ngon një xhamat çka thot, e merr atë lafin ati, shkon ati tjetrit në xhami, thot filoni, sa për ti kështu e kështu. Ai një me ka thonë. Ama ajo punë është shejtanit ose e jotja. Pse ti bosh pështari shejtanit? Shejtani ka marrë përsi për me ju bo fitnë e njerëzve. E tha pejgamberi, ky person i dit, bëj ke nemime, i bëj ke lafët e njerëzve për me bo fitnë në mesin e njerëzve. Edhe buhtan, që është në hadithin në fillim që e përmenda, që nuk e ndërlidha mirë, buhtan është që njeriu mi ngjit biftan dikujt, që na e përdormi biftan. Me janë gjitë një lafi që pa e pasat, kjo është dhe të të gjuna alo ma i madhë sa gibeti. Kjo gjuna është alo ma i madhë se gibeti sepse kënë gjitë biftan. Sikur se shumë njerës në gjesim biftane dhe këto probleme janë sot, qka bëjnë? Qka bëjnë marin njerëzve? Ju në gjesin shpifje. Thojnë e pash filonin me një gru, a i martum. Sebepi që ti lafit, që ti shejtonit, që ti fitnëgjies, ki bot shkaktar që me nda atë burë prej grusë vetë.
Kjo punë e shejtanëve ose e jona, o xhamat. Na duhet që të largohemi e në veçanti gjatë muajit të bekuar të Ramazanit prej fitneve, prej shpifjeve. Fatkeqësisht do të thotë, këto gjeste dikush nuk do në mindar Allah gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Por e jona është të këshillojmë besimtarët që thashet themeve, që gibetit, që biftaneve, që fitneve në mesin muslimanëve të largohen. Sepse nëse ata vazhdojnë kështu me agjëru, nga agjërimi vet, nuk ju mbetet asgjë për vetë se barki i shprast. Këtë sa me plot përgjegjësi. Apo shkon dhe ban fitnë në mesin e muslimanëve për çan burë gru. Këtë ban edhe vjeri dë njerë, në shpinë e vetë, pa vetë dinë e vetë. Shkon shtin fitnë mes rejse dhe djalit të vetë. Edhe i ndan ata, edhe në muajin e bekuar të Ramazanit. Këtë punë, këtë sherë e ban do njerë edhe vjera. Këtë sherë dë njerë e ban edhe nusja në shpinë e vetë, që burin e vetë e nxjerr prej shtëpisë vetë. Gjitha këto si pasojë e gibetit, e shpifjeve, edhe e fitness. Për këtë shkak, kur dikush të vjen dhe ta tregon një laf, këtë majni mend o vëllezër o xhamat. Kur dikush vjen dhe ta tregon një laf, se ka thonë dikush për ti, këti që ka ardhur me tregu, thoj ti apo shtari shejtanit tia. Mos ja merr llafin. Thoj ti apo stjeri shejtanit tia, izmeçari shejtanit je boa. Mos ja merr llafin, sa i cili ta ka pru ty këtë laf. Këtë laf ja çon edhe ati, alo mazi, alo ma beter. E për u dhe shejtani e ka zbukuru edhe me 100 lafe tjera. Ai një e ka thonë. E u dhe shejtanit, çka ja ka zbukuru, ja ka bë edhe 100 tjera. Truhemi nga këto gjëra dhe nga këto mëkate, sidomos na duke qenë agjërueshëm, dhe të harrojmë se vapin dhe shpërblimin e agjërimit ton, dhe të dim se gibeti është nga gjunahet e mëdha që si ka hije besimtarët në asnjë rast, e sidomos gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Për këtë çak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në natën e Miraxhit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke kalu, duke qenë udhëtues në natën e Miraxhit, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka pa disa njerëz që thojt i kishin të mëdhaja, thojt i kishin të mëdhaja e të hekrit. Të mëdhaja e të hekrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pa këta njerëz duke e gris, duke e qaf fytyrën e timve, barkin dhe gjoksin, me thoj të mprehte e të mëdhaja nga hekuri, e qanin fytyrën e vet, edhe çka, edhe gjoksin dhe barkun e vet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, ja Xhibril, tha çka ishin këta njerëz? Tha ja Xhibril, çka ishin këta njerëz? Tha Xhibrili, haula alladhina ya'kuluna luhuma an-nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Sa këta njerëz ishin njerëz që e hanin mishin e njerëzve, që njerëzit i përgojonin, banin gibet, dhe folshin për nderin e njerëzve, për nderin e atyve. Folshin për nderin e atyve, me fol për namuzin e dikujt, me thonë ki kështu, ki ashtu, ki ka bo kështu, ki ka bo kështu, edhe këta njerëz këshirni me çfarë dënimi, Allahu i dënon ala pa ardh kiameti. Allahu e din se çfarë dënimi kanë me pas kiamet. Ala pa ardh kiameti, Allahu thojt e tymve, i ka bo të hekrit, të mëdhaja, të mprehta, dhe i dënën që e grithnin dhe nxjerrin mishin e vet. Edhe çdo herë që u prish ke fytyrën, Allahu u akthej ke apet fytyrën sikur e kanë pas. Që apet ta shijojnë dënimin e jo të argjot mishe ma mos me mbet. Ja, apet Allahu u akthen në fytyrën dhe barkun dhe gjoksin ashtu si e kanë pas. Aja vlen që besimtari të alejoj vetës shkaku i një luksuzit për të thonë një laf për dikujt, hiq pa nevoj, hiq pa zor, hiq pa zor, kur kush nuk shtin me zor me fol për dikan, që me up në shpërblimet e tona edhe me meritu dënimin e ashpërt e të vrasht Allahut subhanahu wa taala. Largimi i besimtari gjatë muajit të bekuar të Ramazanit të largohet nga trastia, nga rrejna, nga prevarat që themi na, që besimtarët mos t'i traston, të mos t'i rrejnë, që ai të jetë
besimtari sinqert, ashtu si e mban agjërimin e vet me sinqeritet, edhe fjalët e tij ti ketë të sinqerta. Kur thot se këtu i ka 500 gram, aty në me i ka 500 gram. E jo t'ja ape 400, e ti thote se i ka 500. Kur ti thot se janë taze, sot i kam prun, ato du të me qenë taze që sot një me i ka prun. Sepse kur kush se ka vet, kur kush se vet, se a janë taze apo nuk janë taze. Kur ta vet a e ka obligim, e jo me renti për pik qefit. Kur ti thot besimtarit se son të kina mu taku këto, a i me ndejt në lafin e vet mu taku ati. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men gashena felejse minna, kush na traston, kush na rejn, kush na ban hile, nuk është prej neve. Nuk është nga umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që besimtarit mundohet që tjeti sinqert gjatë muajit të bekum të Ramazanit, në fjalët e tia, në qëndrimet e tia, në premtimet e tia, në besat që a jep njerëzve, të mundohet që të bëhen ti drejt në gjitha aspektet dhe në gjitha segmentet e jetës së tij. Dhe në fund përmendmi që besimtari gjatë muajit të bekum të Ramazanit të largohet nga dëgjimi i muzikës. Muzika dhe dëgjimi i muzikës është haram. Dhe këtë e kanë dëshmu praktika e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe jeta e sahabëve, njerëzve që e kanë njohur dhe kanë ditë më së miri fein dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë në jetën e tij s'ka dëgjuar muzikë, derisa një pjesë e sahabëve që më vonë kur janë sprovuar sidomos e tabinëve dhe të bajt tabinëve, edhe kur kalonin në rreth ndonjë vendi që kishte muzikë, i mshelnin vesh me gishtat e tyre, që të mos e ndëgjojnë muzikën as kur janë kalimtar. As kur janë kalimtar. Na sot pse kemi doktora të zurllave, pse kemi doktora të muzikave, nuk kina me bo halal muzikën. Sepse disa të cilët janë bo doktora të pianos e doktora të pali dhe seneve, na s'kina me bo halal muzikën, s'kina me bo haramin halal, asnjëherë. Për këtë shak, në surat Luqman, thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa minan nasi men yashtari lahu al-hadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adhabun muhin." Thot Allahu subhanahu wa taala, dhe disa njerëz të cilët angazhohen me thashë theme, liyudilla an sabilillahi, që njerëzit mi devijojnë nga rruga e Zotit, bighayri ilm, pa dituri, pa argument fetar, wa yattakhidha huzwa, dhe e banat për diçmëri të vetën, ulaike lahum adhabun muhin, thot ata kanë dënim të ashpër e të vrash në ditën e gjykimit tek Allahu azza wa jall. Për këtë shak Ibn Abbas dhe Ibn Omeri radhiyallahu anhum thonë wallahi lahu al hadith, Allahu ka pas për qëllim këto instrumentet muzikore. Ibn Abbas, Ibn Omeri, që janë konë shakt për betun pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili Ibn Abbas është komentator më i miri i fjalëve të Zotit, i cili Ibn Abbas kur e ka komentu Kur'anin edhe Abu Bekri edhe Omeri kanë dëgju me zemër e me sy e me vesh të qelta. Ky thot se lahu al hadith për qëllim këtë ajet kuranor janë instrumentet muzikore. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "La ya'tiyanna aqwamun yuhilluna al-hirra wal-harira wal-ma'azif." Thot ka më ardhë një zaman, ka më ardhë një vakt para ditës së Kiametit, që disa njerëz kanë me i bo halal, el-hirra, kanë me bo halal zinan, kanë me bo halal nderin e huj, namuzin e huj, wal-harira, kanë me bo halal edhe mëndafshin, wal-ma'azif, edhe kanë me bo halal instrumentet muzikore. Fatkeqësisht ka ardhë zamani, është koha që njerëzit kanë fillu që me bo halal edhe muzikën. Këtu hinë edhe disa xhallar, të cilët ngojnë muzikë, sepse ngojnë vetë muzikë, pse ju vjen marrë me thonë në haram është, va bëjnë halal edhe xhamatit. Kjo fetva nuk pranohet, atin dhe Allahu afal dhe i përmirësoft. Ama muzika nuk është halal. Na e vesmi çdo kanë, a kanë dëgju muzikë Abu Bekri radhiyallahu anhu? Asnjëherë s'kanë dëgjuar muzikë Abu Bekri. A kanë dëgju muzikë Omeri radhiyallahu anhu? Asnjëherë s'kanë dëgju Omeri radhiyallahu anhu. Gjithë argumenton me hadithin e Omerit radhiyallahu anhu, i cili njëherë prej radhave kaloi rreth një shtëpisë, e ndëgjoj do gratë të cilët kishin darsëm, duke këndu me daire.
Omeri radhiyallahu anhu shkoi dhe ju piskati atimve, shkoi dhe vandali dahirët. Kur u kthite pejgamberi sa tha Omer çka bone? Sa i ndala tha shkol leni ne të vazhdojnë. Edhe pse ky hadith ka shumë muhabet se sa është i saktë dhe sa është i vërtet, po themi se është 100% i vërtet hadithi. Omeri radhiyallahu anhu valejoi atimve, ama ati kishte grave jo burra. Ati kishte daire për darsëm. Ati kishte daire për darsëm. Gratë ju kënonin grave me daire. Gratë ju kënonin grave me daire. Edhe çka poezi të cilët kishin kuptim dhe mana të mirë, poezia ta kënonin. E jo me kënu ta mora e madhash. E jo me kënu oj lule sarit. E jo me kënu hipin darë dhe hipin kumbë dhe hipi ati. Çka janë këto lafe? Çfarë tërbija o kjo? Çfarë namuzi o kjo? E jo me kënu do të me instrumente të cilët e shashtrisin mendin e njerëjot. Të cilët pa dyshim si që kanë qujtë sahabët, muzikën e kanë qujtë zoni i shejtanit. Sa u të shejtani kanë thonë muzikës. Muzika është zoni i shejtanit. Që shejtani donë me anë të muzikës, njerëzit i devion dhe këshirni pasojat e hatashme e të mdhaja të muzikës. Se çfarë shere bjen muzika, se si njerëzve a merë mendjen, se si njerëzit i smun nga e gjinat. Se si njerëzit i smun nga e gjinat. Njëra nga shkaktarët që njerëzit mu smu edhe prej e gjineve, është edhe muzika. Se shkaku se ai zonë është i shejtanit. E ku ka zonë shejtanit, ki edhe shejtan me vete. Themi qartë, dashiqare, se muzika është haram. Dhe nuk i lejohet që një muslimonit që mban Ramazan, që është agjërueshëm, që të ndëgjon muzikë. Dhe këto janë argumente fetare të qarta, që Allahu Azza wa Jalla mbi 7 kaçive e kanë ndaluar muzikën. Pejgamberi sa selam kur se kanë dëgju. Sahabët asnjëherë dhe kur se kanë dëgju dhe se kanë leju. Dhe një gjë e tillë duhet që të vazhdon edhe tek na si agjërueshëm. Këto ishin disa mesele që desha që ti përmendi për ta përkujtuar s'palel vetëm pastaj edhe juve. Lut Allahun Azza wa Jalla që ta ruan gjuhën tonë, ta ruan syrin tonë, të ruan veshtet tona, të ruan durtet tona, të ruan komtet tona nga të këqijat, që të na bën nga ata që vetëm e përmendin Allahun Azza wa Jalla, që vetëm bëjnë dhikr, vetëm bëjnë ibadet, që respektojnë dhe nderojnë njëri tjetrin. Kështu dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bën kabul dhe makbul agjërimin e muajit të bekum të Ramazanit. Elhamdulillahi rabbil alamin. Allahu qoftë razi për sabrin dhe durimin.